Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me ju, këtë herë për të ndarë në fakt një rrëfim të bukur. Edhe pse në shumicën e rasteve rrëfimet i kemi pasur të dhimbshme, i kemi patur rrëfime tronditse, i kemi patur rrëfime në fakt shnjërzore, sonte kam vendosur të ndaj një rrëfim shumë të bukur. Një rrëfim drite, një rrëfim energjie, një rrëfim pozitiviteti. Nga ato rrëfimet që njerëzit në fakt që ne i kemi në jetë të ndryshojnë rrjedhshmërinë dhe të ndryshojnë rrugën e dritës, të sjellin familjen. Rrëfimin e ka shkruar një vajzë e cila është rritur jetime, por dashuria që ka marrë nga bashorti, pozitiviteti që i ka dhënë bashorti, ja ka ndryshuar krejtësisht jetën e rrugës. Unë nuk e mbaj mend zërin e nënës time, as duart e babait që në fakt më ngrinin në ajër. Jeta ime filloi me mungesë, me një boshllëk që realisht nuk u mbush kurrë plotësisht. Që e vogël mësova të mos kërkoj shumë. Mësova të mos të qaj me zë të lartë, mësova të jem e fortë, sepse askush nuk vinte që të më përqafonte kur mua ma dhëmte zemra. Netëve të gjata kur dritat fikeshin dhe bota qetësohej, unë shikoja nga dritarja dhe flisja me Zotin në heshtje. Mos më lër gjithmonë vetëm, i thoja unë. Nuk kërkova pasuri, nuk kërkova jetë të lehtë. Kërkova vetëm një shpirt që të më kuptoj. U rita me ndjenjën se duhet ta fitoja dashurinë, se duhet të isha më e mirë, më e sjellshme, më e duruar, që të mos më braktisin përsëri. Buzëqeshja ime ishte e bukur, por jo gjithmonë e vërtet. Brenda meje jetonte një vajzë e vogël që ende priste dikë që ta merrte përdore. Dhe pastaj ai erdhi në jetën time. Nuk erdhi me fjalë të mëdha, nuk erdhi me premtime boshe, erdhi qetë, si një dritë që hyn nga dritarja pa bërë zhurmën fare. Herën e parë që më pa në sy, ndjeva diçka krejtësisht ndryshe. Nuk ishte admirim për bukurinë time, ishte sikur ai i pa plagët e mia, dhe realisht nuk u tromb. Unë isha mësuar që njerëzit të largoheshin kur buzëqeshja e ndershme bëhesh njeri, domethënë kur buzëqeshja e ndershëm. Edhe unë kur bëhesh tepër e ndjeshme, kur unë i kaloja të gjitha historitë e mia në kokë dhe ja tregoja atij. Por ai në fakt të qëndroi. Kur i tregova për fëmijërinë time, për netët e ftohta, për mungesën e përqafimeve, ai realisht nuk foli shumë, vetëm më mbajti dorën jashtëzakonisht fort. Dhe për herë të parë, unë nuk u ndjeva e turpëruar për dhimbjen time. Ai nuk u përpoq të më shpëtonte, ai nuk u përpoq të më ndryshonte, ai më deshti ashtu siç unë realisht isha. Dhe një ditë më tha: ti nuk je ajo që të ka munguar. Ti je forca që ke ndërtuar nga mungesa. Ato fjalë më ndryshuan jetën. Unë fillova të besoj përsëri, fillova të qesh me zemër, fillova të ëndërroj pa frikë. Nuk ishte dashuri me zhurmë, ishte dashuri me qetësi, dashuri që nuk të djeg, por që realisht të shëron. Në ditët kur kujtimet më rëndonin,
Ai më kujtonte se e kaluara ime nuk më përcaktonte. Në netët kur më kapte frika se mos humbja gjithçka, ai më thoshte, unë jam këtu dhe nuk kam ardhur këtu për të ikur. Një vajzë që u rit pa prindër, më në fund diu se çfarë do të thotë të jesh e zgjedhur e jo të jesh e braktisur. Ai nuk ma fshiu dhimbjen e së kaluarës, por ma ndriçoi të tashmen. Ai më mësoi se dashuria nuk është mëshirë, dashuria realisht është zgjidhje. Dhe ai më zgjodhi. Sot kur shikoj veten në pasqyrë, nuk shoh më vajzën e vetmuar që pyeste yjet pse. Sot shoh një grua që ka kaluar stuhit dhe ka gjetur diellin e saj. Unë ende mbaj plak, por tani ato nuk më dhëmbin më si më parë, sepse kam një dorë që më mban, një zemër që më kupton, një burr që më ndriçoi shpirtin. Dhe nëse dikush më pyet sot, a të dhëmb akoma që u rite jetime, unë buzëqesh lehtë dhe them, më dhëmbi, por ajo dhimbje më çoi tek drita ime, sepse ndonjëherë Zoti nuk ta jep menjëherë familjen që të mungon, por ta dërgon njeriu që ta bën zemrën shtëpi, dhe unë më në fund realisht jam shtëpi. Këto ishin fjalët e kësaj vajze të ndjerë, e cila në ditën e tyre të martesës, që do t'jetë vetëm 3 ditë më pas që unë sot po ndaj këtë histori, ajo dëshiron t'i thot bashkëshortit të saj që tashmë do të nisin rrugtimin e jetës që unë të dua shumë, je gjithçka e imja, je pozitiviteti im, dhe do t'i thot faleminderit shumë që vendose të ndash jetën me mua. Kanë përzgjedhur që të ndajnë fotografinë e tyre të martesës, rrugtimin e tyre të bukur, për t'i thënë njëri tjetrit që jeta është e bukur kur 2 duar bashkohen, dhe 2 duart kur bashkohen dhe ndjejnë energjinë, aty nisën dashuria, aty nisën pozitiviteti, aty nisën jeta e bukur. Dhe për këtë vajzë të mrekullueshme, sot nisën jeta e bukur. Unë t'i uroj të gjitha të mirat, jam i lumtur që ti e gjete dashurinë e jetës tënde dhe jam i lumtur që e kuptove që Zoti vërtet të merr një gjë, por të jep 7 të tjera, dhe ti realisht i more 7 të mirat e Zotit. Ato janë dashuria, lumturia, pozitiviteti, energjia e mirë, familja që do ndërtosh, fëmijë që do të vinë në jetë, me patjetër bukuria e madhe që ti nga vetë do ta bësh dhe do ta shohësh që ti ke krijuar një kalan të bukur që atë kalan do ta respektosh me pafund. Dhe ky është suksesi i jetës, dashuria.